Një prilli është përvituri masakrës në Libenis, më e madhja në këtë pjesë të dëqanjit të Dugagjinit pa të pejes. Në faktu ka ndodhur 3 masakra, një me 25 maj 98 herët, pra, që në fillim të luftës, që në fillim të krijimit njësive të para të QK-s. Pastaj një prilli ku janë 59 vramë edhe fëmijë nën moshën 2 vjeç, ka fëmijë pra. Edhe një javë më vonë që një prilli mund bjesh sipër ku ka pas rehu, prapë edhe një masakër, janë edhe 10 pa gjetur, nuk ka ndodhur drejtësia për gjithë ta njerëz, vërtet është njerëzore me kërku drejtësi, nuk e themi këtë vetëm për atë që ne jemi këtij veni, po nëse ka Zot edhe nëse ka drejtësi, ta njerëz meritojnë drejtësi. Kur jemi kthy këtu, ne i kemi zgjedh në varrezat e pejës, krejt i kemi hap vet, popullata që ke mbet, i kemi zgjedh disa për njerëz të varrosën ka 2-3 herë i kemi vendosur këtu në këtë vend shenjt, a shumica atyre i kanë marrë dhe i kanë bërë në Serbi, gjithmonë na kanë marrë në presion. Për shembull 2 vëllezër i kanë zgjedh në Serbi për 2 ditë, njërin na kanë prunë në 2006, në tjetrin në 2007, familjet në presion, tunajt edhe kështu se janë raskapit, janë lodhur, por nuk po më i bojmë më shumë. Kjo është politikë e rëndë shtetënore, Serbia po shfrytëzon njerëzit të cilët ne ka vrarë dhe ne ka marrë dhe nuk po don më na gjetë. Unë jam Blendita Morina, jam vajzë e dëshmorit Riza Morina, edhe mbesa e dëshmorit Qon Morina. Sot 26 vjet, jam kom 5 vjet të gjys. I majmë mend me pjesë të shkurta daljen prej shtëpisë edhe ardhjen deri këto. Janë memorje pak trubullta nashta, po mjaftueshëm sa me kujtu atë tmerrta asaj dite. Këtu ka qenë vendi ku e kemi dëgju që veç është bo masakra, po si fëmijë nuk e kom ditë çka të ndodha. Atëherë kom kuptu pas disa vite që pikërisht këtu ka qenë momenti kur e kemi dëgju që ka ndodhur masakra. 5:30. Motra dhe vllavë dhe çika vajzit kanë qenë më të vogël se unë kom qenë më e madhja. E kem marrë vesh ndoshta me pjesë, ashtu të i dëgju familjarët, ndoshta gjithmonë kem pritë që babi Axhi kanë mu kthy. Po kur kalun vitet nuk u kthyn, e kuptuam që çka ka ndodhur në të vërtetë, tash e dim gjithë ngjarjen se si ka qenë ajo masakër, po në atë kohë nuk e kemi ditë saktësisht çka ka ndodhur. Po dhe si fëmijë kur jemi kthy, e maj mend që e kom kërku babin, e kena lyp, kom tentu ndoshta me shku me këqyr ku janë ato tesha, ku janë, kur i dëgjojsha gjyshin, të shku me lyp djalin e tyne, po pjesë, nuk e mbaj mend shumë mirë, vetëm për familjarëve. Është një krenari shumë e madhe, ka qenë prej momentit sot e 26 vjet, ka qenë krenari, po dhe ka qenë përgjegjësi që gjakun e tyne me qunë në vend. Na sot jetojmë një shtet pavarur, folim shqip, që është më e rëndësishmja, jetojmë shqip. Ne i kemi studiu shqip që me jetu e me vepru në këtë vend. Edhe nuk e lëshojmë këtë vend derisa të vdesim, se është gjaki tyne që e kanë jep që na, ata kanë pas një ideal që na me jetu të lirë me fol shqip. Na e peqojmë idealin e tyne në vend, po jetojnë ëndrrën e tyne, një Kosovë pavarur, po shpresojmë që ka me konë një vend hala ma i mirë, hala ma mirë se sa ata që e kanë paramendua. Për momentin është mirë, shpresojmë që ka me konë ma mirë. Pa e përmendoj t'i loke sot do boni 26 vjet, një prilli ditë zije, që sot edhe ditë shift, si kanë përshkatue. Unë e spari, burri jam krenare, më kalon djem, kalon të në të mirat, po për kretë këtë shatë për foli, si mos mu harrue, mas pari e kanë përshkatue të dera kushëritve. Edhe kemi gjetë mas disa kohë, ato edhe kunati ma poshtë, kjo ditë nuk do të harrohet kur. Po, jem konë bashkë me bashkëshoti, ma kanë nalë para dere, me gjithë kunatin, 2 policin konë, sa moj gjujshin, shajshin, unë s'kisha shka foli, aje që i dorën shkote poshtë, kaq. Sa jem ra une të gjysa katunit, ata o kanë përshkatua.
Duhet ljoke me dalë para drejtësisë, duhet mu bo diçka ma mirë për këta djemë si janë ka rritin, këta dhe na hupën tonë, na dulin për jashta, mu boj punë mirë, mi rëthue, ma shkujtën dhe tonë që kemi dhënë gjak. Ta shumë nëna jenë me të përgjina, shumë motre, shumë gra jenë me të në këtë fshatë. Kaqë. Mu për zotin më kalon 6. Me jem kone djegne, 2-3 herë pjekne, për zotin e kom bohe. Ku mi shti kryt, ku me jetue. Po du me u gjetë punë, djemëve mësë më dalë për jashta, une s'kom qef më shkon të tuj. Po Elhame Aradini Kurtaj, a ditë ka qenë moment shumë i fështirë për banor të fshatit Libeneq. Na kanë rrethu shumë në orë të hershmet me mëngjesit, pasaj ka fillu nxerrja e familjeve të fshatit tonë. Gjithve na kanë mbledh të dyrë të familjes Shoshje dhe Rustemaj, aty ka fillu ndamja dhe pasi kem fillu na rrugën me dalë në rrugë kryesore, kemi ndëgju atu krisma, kemi ndëgju një rafal ku në ato momente mu ka ekzekutu baba Ademi. Dhe kështu kemi vazhdu rrugën deri në Gjakov, në këmbë, pa u nalt, kemi qenë të përcjellun me vajt fëmijëve të nanave, të nuseve të reja. Dhe kështu kem kalu atë natë një prilin në për rrugët, në për gjamat e rrugicave Gjakov, sa atë natë kishtë qenë edhe një masakër të ju kry. Kështu kemi shku si të përhumbur, nuk e kem ditë ka po shkojmë, edhe kemi dalën në Shqipëri në fshatin Letaj. Se dina jemi gjgënym si familjarë, se unë me njerë si jom këthy prej si refugjat, e kom organizu protesta, kom marrë pjesë, dhe më thonë këshillin qendror të asociacioneve familjarë për persona që duke në Burgosën. Kemi bo përpjekje, kemi luftu si familjarë, 18 herë kemi prit kufomat mërdare kër janë këthy nga Batajnica, dhe është një zhgënjem. Kom marrë pjesë edhe si dëshmitare në gjykatën e Beogradit kundër Qakejve, a i ka qenë një dënim minimal për ata kriminal, edhe është një zhgënjem prap të familjarë, po edhe pak o bun këtë drejtim edhe nga ana shtetërore për këta njerëz që e kanë ndonë ma qëtrejtë një jetën për liri. Po ajo është krenari se në gjdo flamur e shep një pikë gjakut familjarit. Gjdo ditë kur të valojnë flamur e dim që është një pikë i gjakut familjarit, po edhe këta janë qenu me shkronjatar të anë historinë ma të rejtë Kosovës. Uraj që mos shkelet ky gjak. Këto e bëj apel të institucionet shtetërore, partit politike të kenë unitet, edhe të ndërtojmë Kosovën, mos të shkelim gjakun e gjithë të renve. Lavdit për gjithë. Nështë edhe pozicioni, nështë edhe puna e veprimtarët maj, vetëm Serbia e shfrytëzoi gjithë kapacitetet e veta ma barbare që fshati libanes ta shpërnjos nga historia e njerëzimit. Në luftën e fundit, në fshatin libanes ne u kanë vrarë 72 njerëz duke filluar nga mosha 2 vjeçare deri te ples 90 vjeçar. Andaj sot do t'i përkujtojmë me mallin më të madh të gjithë ata bashk fshatarë tonë, të cilët e dhanë jetën dhe gjaku i tyre, edhe sot është jetë e dritë për gjithë popullin të cilët sot ekzistojnë. I falenderojnë edhe njerëzit që kanë dhënë kontribut në luftë, martir, dëshmor të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Edhe një amanet e kem nga ta që këtë liri ta ruajmë si sytë e ballit se neve na ka kushtu shumë në për etapa të mëdha. Pjesëmarrës të nderuar, subjekte politike, pushtet lokal dhe qendror. Në këtë rast gjithë ju falenderoj dhe ju thirrri që t'i nderojmë të gjithë martirët dëshmorë të Libeneqit me 1 minutë heshtje.